Edhe në këtë periudhë vijojnë aksidentet e trafikut në rajonin e Tetovës. Policia e Tetovës raporton për disa aksidente ku përpasoj ka pasur vetëm të lënduar. Në një aksident që është regjistruar në rrugën Murat Baftiari në afërsitë të qarkësisë së Epërme, një veturë e tipit Mercedes e drejtuar nga 29 vjeçaria LZ nga Tetova ka goditur këmbësoren 15 vjeçare po ashtu nga Tetova me inicialet HŠ. Në këtë aksident 15 vjeçaria ka marrë lëndime trupore dhe është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës. Policia e Tetovës ka njoftuar edhe për një aksident tjetër gjatë ditës së djeshme në rrugën regionale Tetov-Kodra e Diellit në afërsitë të fshatit Gajre. Në këtë aksident kanë marrë pjesë veturat Ford Max me targa të Gjermanisë drejtuar nga 41 vjeçari BJ nga fshati Strimnic dhe vetura e tipit Volkswagen Vento me targa të Tetovës e drejtuar nga HH 29 vjeçar nga fshati Shipkovic. Në aksident lëndime trupore kanë marrë vozitësi dhe bashkëdhëtarja në Volkswagen BH 29 vjeçare, po ashtu nga fshati Shipkovic, të cilët janë dërguar dhe mbajtur për kurim të mëtejshëm në Spitalin Klinik të Tetovës. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe informatat e para janë se deri tek aksidenti ka ardhur si pasojë e shpejtësisë së lartë, ndërsa dëmi është vlerësuar rreth 100.000 denar. Aksidenti i tretë gjatë ditës së hënë ka ndodhur në mbrëmje në rrugën Tetov-Jazhinc në mes një veture Seat Ibiza me targa të Tetovës e drejtuar nga MB 31 vjeç nga fshati Poroj dhe një karrocë ku ka qenë 82 vjeçari HM po ashtu nga fshati Poroj. Plaku nga fshati Poroj ka marrë lëndime në këmbë dhe është dërguar për mjekim në Spitalin Klinik të Tetovës, ku edhe është mbajtur. Dëmi është vlerësuar rreth 40.000 denar.